Përshëndetje miqtë e mi, sot në këtë podcast e kemi ndryshe. Do flasim për verën, por unë jam jashtë kësaj loje, jashtë kësaj fushë, e kam ftuar një mikun tim, ai sommelier, në fakt është inxhinier, por ne do i themi sommelier, sepse ai e meriton t'i themi sommelier, disa herë kampion në Shqipëri, antar i jurive europiane dhe kemi zotin Erdi Lushi. Përshëndetje gjithë, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jemi. Erdi, jepin çik zë, se s'kemi turp këtu. Po, Pin çik verdë ma shkurajo dhe i japin. në rregull. Erdi, sa vjeç je? Unë 29. Do i bësh 30? Dhe 30 së shpejti. Së shpejti? Të gjithë më thonë që nuk duken për 30. Jo, dukesh. Do janë të deur ata. Janë të deur. Ç'ne inxhinier për naftë ke studiuar? Po, për gjeologji. Për gjeologji dhe merresh me verë. verë. Pasioni për verën ka lindur përpara gjeologjisë, të drejtën, në mosh 15 vjeçare, kur akoma nuk lejohej konsumimi i verës, por duke parë disa sommelier profesionistë, presidenti i shoqatës që bënte degustim dhe bënte atë përshkrimin e verave dhe magniteshe, që mendoj ky po flet tamam apo po tregon për rradha kur thotë që ndjej këto aroma apo të gjetë vera këtë vit me radhë. Dhe e studiova pak në internet, bisedova kur mbusha moshën e lishme edhe për konsumin e alkoolit, bëra edhe kursin e sommelierisë. Dhe nuk jam darë. Është kursi gjatë, i vështirë? Nuk është, nëse keme dëshirë, nuk është e vështirë, ja, duhet lexosh, normal që po duhet lexosh, dhe është një kurs i zgjat pak muaj. Por me një certifikat ndërkombëtare që të njeh në gjithë bota, me fjalë edhe nëse je pasionuar do të punosh jashtë vendit, është e njohur. Ju jeni sommelier vetëm për verën apo për të gjitha pijet? Tani sommelier, figura e sommelierit, sommelieri modern është shumë i përhapur si figurën, pra nuk kemi të bëjmë vetëm me verën. Origjinal ka qenë vetëm pjesa e verës dhe ushqimit. Në ditët e sotme që ti je sommelier profesionist, duhet marrësh njohuri edhe nga përveç verës, duhet të kesh njohuri nga të gjitha llojet e pijeve alkoolike, pra birra, të gjithë llojet e rakijeve, konjakëve, çdo lloj pije alkoolike, rum, të gjitha. Përveç kësaj duhet të kesh njohuri edhe nga produktet tjera, siç mund të jenë cigaret, duhani, llojet e ndryshme. Edhe këto? Vaj i ullirit, kakao, çokolata, me fjalë duhet të jesh pothuajse një shef kuzhine, të dish çdo procedurë për të përgatitur. I ke hyrë kësaj? Puna ka kërkuar që ti bëj atë pjesën e analizës së një pjate, si është e kompozuar, çfarë teknike është përdorur, sepse duhet për të bërë në fundit përshtatjen me verën e dur. Po, kur vete në shtëpi dhe si bën mamaja sipas atyre që ditit, e ha gjallë, ha? Po, do e konsumoj normal, s'ka si gjallë e mamas, por. Ne kemi një verë që ma sollet ti, se ne s'majmë vera këtu në zyrë, po më duket verë e mirë kjo e trash, kështu fillonive? Është viskoze, ka aromë, ndihet e re tokës, po gabojëm. Është ajo, s'di më këtu ti, unë ka deri këtu vi. Juve çfarë thoni më shumë se bëni letërsi më duket. Atëherë, kur kemi të bëjmë me analizën e një vere, zëm se etiketa nuk është duke, siç kemi për rastin kemi vetëm gota plot. Po. Një analizë e thelluar normalisht shikohet ngjyra e verës. Pra, ka një ngjyrë rubin të thellë, të hapur, një ngjyrë të purpurt, shikohet kjo tundja e gotës në mënyrë tillë, shikohet viskoziteti i verës, normalisht dhe pak struktura, në haqjet që ja formon në gotë, në lotët, krijohet një ide edhe mbi alkoolin, përqindjen e alkoolit që mund të ketë vera, lotët, shpejtësia me të cilën ato bien tregon sa është përqindja e alkoolit. Kur janë duke rënë shumë shpejt, do thotë që nuk kemi nivele shumë të lartë alkooli që po avullon dhe nuk i mban. Po ku kemi ne kaq kohë të merrem me këto më vëlla? Ne marrim gotën atë gëzuar, kur rrim ne të bëjmë të shikojmë nëra loti poshtë e nëra loti lart. Prandaj këtu është ndryshimi midis një degustator i verë ose një njohës i vere me një njerëz që thjesht pi verë në një restorant apo në një lokal. Sipas te qëndron kjo shpreha, njerëzia pin raki, perëndit pin verë? Qëndron. Pasi vera është me të vërtetë e pija magjike. Në momentin kur unë them që vera ka aromat e
këtyre frutave të kuq ose frutat e pyllit apo të filan edhe fistek specie të ndryshme, arrim deri këtu. Me fjalë, ato aroma nuk është se janë futur brenda te vera në mënyrë artificiale që ti në kantinë gjatë vinifikimit ke hedhur frutat lule shtrydhe apo çfarëdo qoftë tek vera dhe ajo ka marrë ato aroma. Vera, hardhia është një pemë, nuk është një shkurrë. Me fjalë, rrënjët e hardhisë shkojnë thellë në tokë deri në 10 metra ose edhe më shumë dhe takojnë shumë stresa toke. Dhe thijnë prej tyre minerale nga më të ndryshmet. Mënyra si ajo përpunon këto minerale, këto kripra, diçka që merr nga toka dhe e depoziton tek rrushi, tek lëkurat e pulpit e gjithçka, jep aromat tek vera. Pra, rakia dhe pijet e tjera dakord, janë nën produkte, pa verën nuk mund bësh as rakin, as pa rrushin. Por vera është me vërtet ajo pija magjike që ty të shpreh një shumëllëshmëri aromash të ndihmon në zhvillimin e trurit se duhet mundohesh për të gjetur ato aroma. Nëse një person nuk e di se çfarë arome ka akacia, le të themi, që është një lule mjaft e mund ta krahasoj dot. Nuk mund të, ai mund ta ndjej aroman, por truri i tij nuk e bën atë lidhjen që ta emërtoj. Ta shkodoj dhe të jap atë. Shkodoj dhe emërtoj, po. Çfarë bëhet shumë? Për sa vjet mund të bëhesh një sommelier? Që të bësh një trajnim është e thjeshtë, pak muaj mbaron. Ose ka edhe nga ata sommelier të vetë mësuar që kanë parë disa video në YouTube dhe mundet. Që të jesh sommelier profesionist është gjithë jetën, nuk ka asnjëherë fund. Unë kam bërë kursin përpara 18 vjeç, tani jam 29, kështu që 11 vjet më parë dhe jam akoma duke lexuar, duke bërë trajnime të reja, në moment jam duke bërë trajnim për 2 certifikata të tjera ndërkombëtare, që janë shumë të vështira për të marrë, janë orë pafund, mi libra për të mësuar teori, për të memorizuar çdo zonë prodhimi vere, karakteristikat, mënyra se si e bëjnë. Çfarë level ke ti nga kjo? Kjo është pyetja më e vështirë. Prandaj çfarë? Më e vështirë. Hajde gëzuar, sa ta mendosh ti, gëzuar. Pak për mua është me të vërtet pasion. Unë them që nuk është se kam patur përfitime jashtëzakonisht të mëdha financiare nga kjo si punë. Jetohet me këtë profesion, po të pyes? Jetohet me profesion. Është një profesion që nuk njihet shumë akoma në Shqipëri, po dhe në vendet të zhvilluara nuk njihet shumë. Jetohet dhe bën një jetesë mjaft e mirë. Mos më thuaj tani që duhet të them që çdo restorant i nivelit lart duhet të ketë një sommelier. Jo kamarier që mund t'i këshilloj verën, por sommelier, që është komplet që tu trashi trut para se ta pinë. E thon shkurt. Tani, puna e sommelier nuk është që të shesi shishen më të shtrenjtë të verës që ndodhet në rast. Është që të analizoj klientin dhe t'i bëj një përshtatje të tillë me ushqimin që ai të jetë shumë i kënaqur, por edhe në fundit mos t'i vrasë xhepin. Sepse është shumë e thjeshtë për të shitur një shishe vere që mund të kushtoj 200-300 euro. Ti mund të tregosh ato historitë e kësaj kantine, një 2 mite të krijuara. Ti thua, mos të vinë për të ngrënë, po vinë muzeat, të dëgjojnë ty që thua si të bësh histori. Asnjëherë nuk duhet të zgjatur. Kur bën prezantimin e një vere, duhet të jesh i saktë, shkurtër, me fjalë maksimumi. Sa mund të dëgjojnë një vere te një klient, sa mund të 2 minuta? 2 minuta, 3 minuta. Nëse shikon që ka dhe bashkë bisedim midis klientit, normal që zgjat. Janë kurioz dhe bëjnë pyetje, mund të zgjasë, por nuk duhet të jesh shumë teknik. Shikojnë sa shishe kanë vënë sa barkode. Po. Njerëzit nuk e hapin fare celularin të lexojnë barkodin. Pse duhen barkodet? Barkodet është një kërkesë ligjore e shtetit. Kërkesë ligjore, jo se është ndonjë. Është normale nga ana tatimore duhet për të mbajtur inventarin e kantinave. Por më rëndësishme se të shohësh barkodin është të shohësh etiketën, elementet e tjera të etiketës. Etiketa e verës duhet të dish ta lexosh, me fjalë nuk duhet të rriqemi vetëm nga një etiketë që është e bukur, mund të jetë me ngjyra të ndezura apo me punime dizajn i bukur, emër që të tërheq. Janë gjërat e vogla që vijnë re. E para nuk është viti i prodhimit, gjithmonë me fjalë një verë vjetërsia. Nuk mund të thuash që një verë e vjetër është një verë e mirë. Jo të gjitha verat mund të vjetërohen. Po.
Dhe jo të gjitha verat janë Mund të jetë një prodhuar verë e për të harruar. tjetruar. Mund të jetë një verë e harruar, dakord, ajo ka vlerat e veta sentimentale deri diku, por Po, mund s'është të verë. nuk ka më vlerat ushqimore që mund të kishte si në momentin kur ishte në kohën perfekte për të konsumuar. Te etiketa, një mit tjetër që duhet rrëzuar është pjesa e alkoolit. Nuk do thotë që vera që ka një nivel të lartë alkooli është një verë më e mirë. Niveli i alkoolit varet nga prodhuesi, mund ta nxjerrë edhe me 10% alkool, edhe me 20% alkool. Mjafton periudha e vjeljes kur bën rrushin që e kput në vresht dhe bën vinifikimin. Por gjithmonë alkooli me aciditetin e verës duhet të jenë dhe tanicitetin në rastin e verës kuqe, duhet të jenë në një barazë pesh shumë fine, që është e delikate, në mënyrë që të kesh një verë që të shijohet dhe të jetë e mirë. Një verë e kuqe, do të verë e bardhë? Po, mund të bëhet jo një verë e kuqe, një rrush i kuq mund të prodhoj verë të bardhë, është vinifikimi në të bardhë, do të thotë që në momentin që prodhuesi kaput rrushin në vreshtin e vet, e dërgon atë direkt në kantinë, bën direkt shtypjen e rrushit, shtrydhjen e rrushit dhe heq menjëherë lëngun duke mos e lënë në kontakt me lëkurat. Ndryshe nga shumë, po të merrni një kokë rrushi që është e zezë, ti hiqni lëkurën, do shihni që tuli, që ka pjesën më të madhe të lëngut, është i bardhë. Pra gjithë ngjyra ndodhet tek lëkura. Pra rozea nuk është bashkimi i bardhës me kuqen, por është kontakti. Është një kontakt më i shkurtër dhe më shumë ta lësh, aq më shumë ngjyrë do të marrë nga lëkurat. Në të njëjtën mënyrë prodhohet edhe verat orange wine, verat portokalli që thon, është një lloj stili ku ti rrushin e bardhë e lë për një kontakt shumë të zgjatur me lëkurën dhe lëkura e rrushit bardhë ka një pigment caktuar ngjyre. Sa më shumë ta lësh, aq më e ndezur do të jetë ngjyra. Vera bëhet edhe nga rrushi? Vera bëhet vetëm nga rrushi. Thonë që bëhet. Saktë, por po ka ndodhur sidomos se ne shoqëtojmë që tregu shqiptar është i pushtuar më së shumti nga verat spanjolle, italiane, franceze dhe i shohim si gigantë më të mëdhenj të verës. Dakord, ata kanë një kulturë shumë të lashtë vere, ne patëm pjesën e 500 vjetëve të pushtimit otoman që ndaloi konsumin e alkoolit për shkak se normal një vend musliman, por e ruajtëm traditën e verës. Kemi një traditë vere shumë të vjetër, mbi 2000 vjeçare, janë provat në qytetet antike gjithandej Shqipërisë, ku janë gjetur edhe amfora edhe kantina primitive. Pra, vera prodhohet vetëm nga rrushi dhe për shembull në Itali kemi pasur që në vitet 60-70 ishte ky prodhimi i verës edhe nga rrushi, por jo vetëm. Me pigmente të ndryshme, ti mund të prodhosh një verë, por ato janë jo cilësore, nuk kanë as aromë as gjendje dhe janë dhe të rrezikshme. Ju e dalloni dot nëse ajo nuk është origjinale? Është bërë vërtet shumë dhe shumë herë më e vështirë, pasi janë zhvilluar duke zhvilluar edhe specialistat evoluojnë bashkë me shqisën e sommelierit, por një profesionist i cili ka provuar një numër shumë të madh verash, normal që e dallon. Janë dhe elementë caktuar pastaj që dallojnë, për shembull do t'rregoj një histori të shkurtër. Një klient që më vjen në restorant thotë që ka marrë një verë shumë mirë, një Amarone, ishte 2005 ose ka marrë kaq lek, një shumë vogël ka marrë kaq arka. Okej, hap verën për ta hedhur në dekantues që të aktivizohet, në 2005 normal ishim në vitin 2019, do pak kohë. Në momentin që hap, shoh tapën që normale do parë, që bie era tap apo jo, ose ka defekt vera, dhe shoh që tapa në pjesën e brendshme, me fjalë që ishte aty ishte bardhë. Që do thotë? Që do thotë ja verë kishte shumë pak muaj që ishte futur në shishe. Se një verë që ka aq vite në atë nuk mund të ketë një tap të bardhë, gjysmë bardhë. Të bardhë plotësisht në pjesën e fundit, do të kishte marrë të paktën një pigment, normalisht sepse me ligj ti verën duhet ta mbash në magazinë doganore për një vit. Normale që forma më e lehtë dhe më efikase për të magazinuar është duke i vënë shishet shtrirë me njëra tjetrën. Po pse i vënë shtrirë apo duan të shtrihen të flëngjuar, çka? Nuk rinë dot këtu me ta? Duhet të patur parasysh diçka që vera është e gjallë. Pra kur thonë që vera është e gjallë është me të vërtetë. Merr ajër nga tapa? Përveç pjesës së ajrit që ka tek pjesa e qapës, është një gisht ose pak, në fjalë është llogaritur shumë mirë. Tapa është material natyral. Edhe po ta shohësh në mikroskop është poroze, ka bulza ajri brenda dhe ka këtë shkëmbim midis verës dhe tapës. Dhe me vitet
Më fal. Kemi edhe volimin e verës. Dakor, unë blej verën dhe ka shishe plastike, kështu tap plastike. Tapa plastike është dhe një gjë tjetër që do të thënë që nuk shifet kualiteti i verës nga tapa. Tapa plastike, që janë screw cap, janë ato me fileto. Është një zgjidhje shumë efikase, ekonomike, dhe të jep një siguri 100% në produktin që ti mbyll. Kur ne bëjmë provën që marrim erë tapës, kontrollojmë për erën e tapës. Sidomos që vjen nga një kërpullë që rritet në lëvorën e pemës ku prodhohet këtë tapë. Dhe mund të ndodhë edhe në verat më të shtrenjta, nuk është çudi, që të vi të japi këtë erë të padëshiruar, si erë të mykur apo të pakëndshme. Dhe vera mund të konsumohet dakord, por nuk është verë. Verë është, i ka të gjitha elementet e verës, por thjesht aroma është e pakëndshme, nuk do të jetë e këndshme për ta konsumuar. Sipas jush, nga gjithë këto pijet që ke provuar, ke bërë gjithandej, gjithkëndej, si mendon, çfarë do të konsumojë njeriu, verë apo raki? Këtu tek ne, apo birë? Se ne jemi këto treja kemi ne më bazë. Për të treja, mund të konsumohen, janë element që I do trupi? Duhet trupit, por duhet me sasi, me masë. Si punë e kripës tek çdo lloj gatimi. Pak jep lezet, por më shumë pastaj krijon probleme dhe vetë shëndetësore. Kështu që një gotë verë në ditë. Gotë kë quan gotë? Kjo quhet gotë verë, kaq bosh? Një gotë verë në ditë themi te 150-200 ml. Nuk po themi se kjo. Kjo sa ka tani? Kjo sa mund të ketë kjo? Është pak te 150 ml. Ka kjo 150? Ka që të konsumojnë? Ma mos i trëm njerëzit. Të ishte 2 fishi, 3 fishi, hajde dhe, po kjo është. Po tani, edhe mund të konsumosh deri në 2, po s'po themi të konsumosh një shishe në ditë. Ajo është mbaj dot unë sherrë. Është e tepruar pastaj. Si shishet e verës klasiket janë 750 ml. Tani, më parë kanë qenë 700. Disa shishe vazhdojnë ruajnë atë format. Kjo është vendosur si një formë ndërkombëtare, le të themi, tregtie ose ai format ishte i lehtë për të prodhuar. Unë di diçka tjetër, prandaj të pyeta. Nuk e di sa e vërtet është, por kam dëgjuar që një njeri i ngrënë mirë mund të konsumojë dhe një shishe vet. Dhe deri aty është ajo valvula, s'ka më shumë, po e kalove, trupi të thotë mos e kalo. Jo, nuk ka lidhje, se ke dëgjuar këtë pjesën e kësaj. Se ke Kur dëgjuar. thash që një shishe verë mban 750 ml dhe po ta pjestojmë për 150, domethënë që janë 5 gota. Është për një tavolinë. Edhe mbaron. Mbaron shishja, kalon tek tjetra. Nëse ke para. Nëse kemi, po. Është zakon që darkën e vitit ri, patjetër ne duhet kemi vera në tavolinë. Unë nuk marr vesh nga vera. Le kam, për atë ditë do vetë të zgjedh një shishe verë ose 2 shishe verë, s'ka rëndësi. Unë si të dalloj verën e mirë? Është me shtrenjtja më mirë? Jo, nuk është gjithmonë me shtrenjtja më mirë, ky është një mit që faktikisht në vendin tonë është përdorur dhe në mënyrë abuzive, ku merren vera që kanë etiketë të bukur, një shishe të rëndë, dhe mund të blihen në vendet e huaja për pak euro dhe këtu shiten me 10 fish ose edhe 20 fishin e çmimit, pra ka një marrë shpejtimi jashtëzakonisht lart. Gjithmonë për të zgjedhur një verë të mirë, duhet të parë etiketa, siç thash. Dhe kemi për shembull në Itali janë ato entet e kontrollit, për shembull nëse keni lexuar një etiketë italiane që mund lexoj indikacione gjeografika tipika, denominazione di origine. Po, kanë ato hartat e gjitha. Ato janë vendosur jo për një arsye shumë të fortë që shteti ka kontrolle shumë të rrepta. Edhe ne kemi. Edhe kur kemi për shembull një verë që është DOCG, do thotë që është emërtimi i origjinës kontrolluar dhe të garantuar. Do thotë që kjo verë është bërë nga ky lloj rrushi specifik, ndodhet në këtë zonë specifike dhe është marrë vetëm nga ky vresht, nga kjo parcelë specifike e këtij vreshti. Me fjalë, është bërë një përzgjedhje jashtëzakonisht e madhe e rrushit që është prodhuar kjo verë. Nuk marrin vesh njerëzit kështu siç po thuati, se po më trash mua mendjen ti. Po them, unë do vete në market, do marr ose në dyqane që shesin verë. Futem aty në vinotek dhe nuk di çfarë vere të marr. Si ta zgjedh?
Nëse është në vinotek, unë do këshilloja këshillën që të pyesni shitësin ose nëse ka një profesionist vere atë, se nëse nuk di të lexosh mirë një etiketë vere, atëherë është Të kërkojmë ndihmë me celular? të thjesht një shans për të gjetur, po celulari, interneti është shumë i aksesueshëm tani, një etiketë mund t'i bësh foto, ta shohësh, të studiosh pa kantinën, nëse ajo ka një historik të mirë, lexon, normale që je më i sigurt, më i mbrojtur në pjesën e asaj që do konsumosh. Nëse ti bën një foto dhe del diçka anonime, normal që nuk është aq e sigurt. Vera më e shtrenjtë në botë cila është? Vera më e shtrenjtë në botë ka disa, po nga më të shtrenjtat që del me çmime mbi 20.000 euro është Romanée Conti, që është Pinot Noir në zonën e Borgonjës në Francë. Mbi 20.000 euro? 20.000 euro. Një shishe? Një shishe, jo një arkë. Ndë ishte bukur, por... Ka njerëz që e blejnë? Ka. Apo e kanë për muze vetëm? Jo, ka njerëz që e blejnë, ka dhe njerëz që konsumojnë. Pastaj vera më e lirë e di unë, 2000 lekë shishja. Po të bësh një llogari thjesht që shishja vetë bosh bën 500 lekë, tapa 200 lekë dhe etiketa, imagjino çfarë po piti atje brenda. Çfarë ka brenda, kur vetëm kosto e amballazhit shkon në fitimi i atij tjetrit, çfarë po pi brenda thoj? Po. Një verë e mirë, po flasim gjithmonë për vera shqiptare në këtë rast, meqenëse se jemi në vendin tonë dhe kemi vera shumë mira. Një verë e mirë këtu nga rrusha autoktone ose edhe nga varietetet ndërkombëtare janë midis 12 edhe 17.000 lekë për shishe. Këtu janë aty të qëndrojnë. Janë cilësi në raportin cilësi-çmim janë të përballueshme. Pas kanë edhe më të larta që mund vinë nga 30, 40, 50, po aty janë. Vera shqiptarët janë më të përballueshme dhe janë dhe të mira. Besoj që janë dhe më të përballueshme, janë më të sigurta. Vera shqiptare janë më të sigurta? Janë më të sigurta se është e garantuar 100% që është rrush. Vera shqiptare janë më të garantuara? Më të garantuara që është rrush, sepse kemi rrush. Kemi rrush. S'është nevojë të falsifikojmë. Që të falsifikojmë. Kostot dakord janë pak larta pasi normale teknologjia është duke u zhvilluar akoma në pjesën tonë. Akoma një pjesë shumë madhe të mallrave i marrim, i eksportojmë nga vendet e huaja, kështu që janë disa kosto fikse që edhe prodhuesi nuk mund t'i shmangi, por kemi të paktën sigurinë që janë vera të bëra prej rrushi dhe jo prej fiku. Vera thatë vetëm nga rrushi, nuk mund të pretendohet të nxjerret nga fruta të tjera, bëhet verë? Mund të, çdo gjë që ka alkool mund të fermentohet. Dhe të bëhet verë. Në alkool. Po, mund të bëhet verë, por nuk është e njëjta karakteristikë që mund të ketë rrushi që mund të shprehë edhe aromat e frutave të ndryshme, e erëzave, të luleve të ndryshme, ndërsa një verë e bërë prej frutash do ketë dy aromat kryesore të tij. Ta mbyllim këtë verën, ta lëm këteja, jo nga dora, se s'bëhet fjalë. Flasim pak për rakin. Di që raki bëhet nga shumë lloj frutash. Edhe nga rushi sigurisht. Çdo gjë që ka sheqer, po bëhet raki, si fermentohet, distilohet, shumë e bukur. Rakia më e keqe duhet di, jo rakia më të mirë. Rakia më e keqe që mund të marrë njeriu. Kush është produkti më i keq që mund të Rakia më e keqe që mund të marrë njeriu është ajo kur thonë që është raki ballkazani. Sepse ajo pjesa e fillimit që del kur fillon distilimin, ajo është i gjithë alkool metilik, i cili është helmus. Edhe prandaj e lëm në doza të mëdha. Prandaj e lëm, po ka nga ata që për treguar burrnin, ndoshta thonë është raki ballkazani dhe ajo është pjesa, më që kur bën distilimin e çfarëdo lloj alkooli, ato nxjerrësh një distilat, hiqet pjesa e kokës, që është alkooli hidhet, nuk është helmus, nuk është konsum, mund të përdoret për farmaceutik ose për diçka tjetër, për dezinfektim, një fjalë, por jo për konsumim për pirje. Merret vetëm pjesa e zemrës, që janë alkoolet e mira. Edhe hiqet edhe pjesa e bishtit, që janë alkoolet shumë e rënda në fund, edhe ato janë të japin dhimbjet e kokës, më që janë probleme të tilla. Kam dëgjuar që nga rushi që ne i themi rush mer apo rush amerikan apo çelep, që i thon ka shumë emërtime, është i keq. Kam dëgjuar, nuk e di. Nga ai kam dëgjuar dhe nga raki e kumblës, asaj kokërmadhes, jo asaj të egrës.
sepse kur zihet qahet bërthama e saj dhe del dhe nuk e di, mos gënjej, kam dëgjuar. Rakin, madje çdo destilat do thoja, një gjë që e shoh dhe bën gabim pjesa më e madhe e njerëzve që bën rakin në shtëpitë e tyre në fshat, është që e zihen vetëm një herë. Dhe nuk heqin pjesën që tham të fillimit. Po e përzihen gjitha bashkë. Ne përzihen gjitha bashkë në fund. Rakia do të zier sa më shumë herë ta distilosh, aq më e pastër del alkoolat. E kam dëgjuar këtë raki e zier 2 herë, thamsh. E zier 2 herë, me fjalë e ka marr përveç atij, po në momentin që i ka hedhur përsëri ato alkool metilik, ajo nuk ka vlerë. Por kur ti heq pjesën e kokës dhe pjesën e bishtit dhe merr vetëm pjesën e zemrës, edhe ata e distilon përsëri, e rafinon edhe më mirë, ti merr një produkt akoma me cilësi akoma më të lartë. Te frutave patjetër 2 herë, mos them edhe 3 herë. Po pse çfarë të keqe ka? Ka element të tjerë të cilët japin edhe pjesën e dhimbjes së kokës. Që thashun. Që tham ne, po. Jo bërthama, por Ka elemente të tjera. Ka elemente të tjerë të cilët i përmbajnë frutat dhe japin alkoole të dëmtuara. Në shumë fshatra bëhet raki koçimare ose mare. Në treg nuk para i gjen shumë. E kanë lënë sepse është shumë goditse ajo të fillon. Shumë goditse është kjo që tham. Se nuk e zgjejnë 2 herë, po ta zgjejnë 3 herë pse ndonjë. Distilimi 2 herë është një minimum, le të them. Në çdo vend që ti ke për nëse shkon jashtë dhe jenë duke vizituar një kantinë apo një punishte pijesh alkolike dhe pyet si bëhet procesi distilimit, nëse kanë distilatorët alambikët që janë ata në formë dardhe ose në formë qepe, do të thonë që bëjmë një distilim 1 herë ose 2 herë për të marrë një lëng akoma edhe më të pastër më. Në momentin që ka një distilator kolon, siç janë rafinerit e naftës, ato janë me dhomza të ndryshme, është një kolon e lartë dhe avulli duke u ngritur vjen duke ftohur dhe ke temperatura të caktuara. Në temperatura të caktuara ke alkoole të caktuar. Dhe dalin të gjitha të ndara, aty mund bësh një distilim tjetër, po dalin të gjitha ndara në dhomza të tyre të posaçme dhe ke një pastërti maksimale të produktit që do të marrësh. Pra ne lodhemi kota, ndoshta pim kush e di sa alkool metilik pim. Pjesa, po, është dhe pjesa e teknologjisë. Këtu për shembull janë kazanët e bërë vet. Ato prej bakri apo prej alumini apo prej inoksi. Atëherë, kazanët e rakisë në përbot janë të gjitha vetëm prej bakri. E bakër ushqimor. Të kallajsur apo bakër ushqimor? Bakër ushqimor, të pakallajsur. Bakri ushqimor është bakri i pastër dhe nuk ka oksidë. Nuk oksidohet. E nuk çliron, ai vetëm thith, pra heq elementet të dëmshëm nga avujt e rakisë dhe të nxjerrë një lëng. Mos na hap punë tani ku gjejmë. Kazanët që përdoren këtu në Shqipëri, për shembull, një kazan alumini është metal që Por e bidon qumshi po të dhe oksidohet, pra ai çliron në temperatura të larta. Ku të gjeta unë, ku të gjeta na futë dhimbje kokë, le tash ne gëzuam që marrim 1 kg raki ti vazhdo me këto. Mos e dëgjoni. Folti. Në rregull. E mbyllim me rakin. Kthehemi te birrat tash. Birrat kam dëgjuar, por këtu kam patur para disa kohësh, kam patur një djalë i cili bashkë me shumë të tjerë në Shqipëri kanë filluar të prodhojnë bira themi shtëpiake, në kushte shtëpie, bira artizanale. Dhe kishte me shije të ndryshme, ata kishin krijuar dhe një si themi një antarësi kishin bërë dhe diku në një lokal këtu afër bllokut kishin vënë ato spinat e tyre që kishin rreth 16 apo 17 birat që ti mund të gjej atje. Me birat si ke marrëdhëniet? Ke degustuar bira ndonjëherë? Kam degustuar bira, nuk mund të them që është ndër pijet e mia të preferuara, se çdo gjë është me preferenca, sado mund të kërkoj puna që të dish një ori normale. Bira është fermentimi i drithrave dhe është një teknik më e veçantë, pasi nëse ti një drithë e bluan dhe le të fermentojë, atëherë kemi brum. Dhe për të bërë fermentimin, ti në fillim duhet të shtrosh drithin në një sipërfaqe të madhe, e spërkat me ujë dhe bën që të fillojë të çeli, të çojë sapo fillon të çojë atë bishtajen. Në atë moment ti e pjek me avull, me fjalë me e ndalon, do thotë që kjo amidonin është duke qenë se ka filluar të
Të dali sythi. Të dali sythi është të shndërruar një lloj sheqeri tjetër që është më i lehtë për të fermentuar. Bën pjesën e pjekjes, nga pjekja varet ngjyra dhe aroma që ka për të marrë birra, sa më fort jetë pjekja, aq më të thella do të jetë ngjyra, aq më të forta do jenë aromat e Tjetër historia ja. apo të shija e birrës do jetë më fort. Më pas fermentimi normal është Ka proceset e ditët. ka procesin e vet, po gjithmonë fermentim është, shtohet ujë, shtohet maja, nëse duhet, zakonisht majat ndodhen në ajër, ndodhen kudo rreth nesh. Shtohet edhe një bim i quajtur lupolo, Humulus lupulus. Humulus lupulus. Edhe bëjmë fermentimin nëpër ato cisterna të mëdha të inoxit që duhet të jenë të kontrolluara me temperaturë Të kontrolluara. temperaturë kontrolluar, kalon atë periudhën e vet kohore të caktuar dhe nga fermentimi normalisht prodhohet dioksidi i karbonit, i cili është i tretur brenda në birrë dhe del produkti final. Dakor, por problemi qëndron këtu. Njerëzit thonë, unë pi birrë dhe jam më mirë me organizmin tim, nuk ma prish mëlçin vera, apo kjo se kjo ka më pak alkool. Ku ti vemi tani? Të vemi te birra, te rakia, te vera, ku të vemi? Tek konjaku, te rumi, te whisky. Kjo është zgjidhje personale. Të gjithë pijet alkolike në një nivel të caktuar janë të mira për trupin, për organizmin. Pra, nëse ti pi një gotë verë që ka 1% alkooli zëm 15% alkool, do thotë që në 100 ml në Kjo i ka 15 besoj. Kjo po, është diku te 14.5 si përqindje alkooli. Mos më largo nga birra. Jo, nga birra. Pra, më pas, pjesa që ndihem më mirë apo jo, ajo është varet nga organizmi i trupit. Ka ata njerëz që kur pinë verë të kuqe ndihen më mirë, dhe kur pinë verë të bardhë ndihen më rënd për stomakun. Birra zakonisht fryn birra. Normale, sepse ka brenda maja, gaz, është gjë normale. Për shembull, një shembull shumë i thjeshtë, nëse të ka ndodhur të bësh në një udhëtim në Azi ose do të në Azi në të ardhmen, vetëm te llazi. Shohësh që popujt aziatik, nëse konsumojnë verë, sikur edhe një sasi shumë të vogël, dehen shumë shpejt. Kanë mungesë të? Ka mungesë të baktereve të cilat bëjnë tretjen e elementeve të verës dhe të alkoolit. Edikt. Por kur pinë atë rakin, është verë prej orizit, quhet sake, nuk është raki, është verë. Me atë mund të pinë sasira shumë herë më të mëdha dhe nuk i ndodh kjo gjë. Një kundërta mund ndodhi me një europian që pi sasi nga jo dhe nuk mund ta përpunojë trupi në mënyrën e dur dhe normale që i ndodh pjesa e dejes. Pra çdo njeri ka organizmin e vet, është unik. Te një person mund të jetë shumë mirë me pjesën e tretjes së birrës, ose të verës, ose të rakisë. Personalisht, unë kur konsumoj birrë kam më të vështirë sesa me pjesën e verës për tretjen apo që të zë alkooli më shpejt është. Plus birra ka edhe këtë, se mund thuash që birra ka alkool më të ulët dhe nuk mund ndesh aq shpejt, por më harron që birra ka edhe dioksid karboni. Që do të thotë? Që do të thotë që dhe birra ka përqindje dhe tullet alkooli ti konsumon më shumë, por aty është në një temperaturë të ftohtë, alkooli normal që nuk kuptohet. Nuk kuptohet, po kur shkon dhe e konsumon në trup që shkon në 36 gradë, 36, në alkooli avullon më vrullshëm, i ndihmuar plus edhe nga pjesa e dioksidit të karbonit dhe futet në gjak shumë më shpejt se sa alkooli i verës. Një nga dejet më të keqe që mund bëni, të keni parasysh, është deja me verat me gaz. Vera me gaz? Bulzat, i fjalë spumantet, shampanjë, të gënjejnë ato të gënjejnë se kanë një nivel shumë të vogël alkoolik, që është 8-9. Ti konsumon se është dhe e freskët, është pije e kënaqshme, nuk e kupton dhe ka një deje lezetshme. Për momentet e lezetshme, por ditën tjetër nuk mund të çohesh nga krevati. Mirë më Irdi. Po para sa ditësh je kthyer nga Beogradi? Si sot një javë që ktheva nga Beogradi. Sot një javë. Çfarë ishte atje? Më thuaj. Atëherë në Beograd u zhvillua panajiri i verave Wine Vision, që ishin mbi 500 kantina të ndryshme nga Shqipëria, Malizi, Maqedonia, Serbia, Italia, Franca, është bërë një panajir ndërkombëtar tashmë. Po.
jo vetëm rajonal. Ti pse kishe vajtur ti? Ç'doja ti? Unë pata një ftesë për të qenë pjesë e jurisë ndërkombëtare. Juri i përbërë nga 25 persona, ishin nga vende të ndryshme të Evropës dhe Nga Shqipëria te oqeanit, nga Shqipëria i vetmi shqiptar isha unë. S'kisha kohën pa të kisha ardhur unë, po ha. Vitin tjetër, është pani që bëhet çdo vit. Edhe pata kënaqësi shumë madhe kur mësova që kantina shqiptare, ato pak që ishin, këtë vit nuk kishte pjesëmarrje shumë të madhe. Fituam disa medalje ari dhe njëra madje fitoi edhe trofeun si rozea më e mirë e të gjithë konkursit. Ne nuk bëjmë reklam, kujt kantina është? Kjo është kantina Araniti, ndodhet në zonën e Dukasit, në Patos. Bravo. Dhe me një varietet shqiptar, me sheshin e zi, ka bërë një roze që sukses. Pritej të merrte diçka, pasi ishte një cilësi e mirë, por nuk pritej që të kishte dalë rozea më e mirë midis 950 etiketave të tjera që ndodheshin në konkurs. Kur punojnë njerëzit kanë dhe shpërblim? Në momentin që ti je një njeri që bën vera është i vetmi produkt që nëse nuk e bën me pasion, nëse është një punë që e bëjmë se na duan ato lekë në fund Ka njerëz të çmendur që e duan shumë, ka në Shqipëri që e duan me pasion. Nëse nuk e do me pasion nuk mund të bësh vetë. Them ka të çmendur fare që janë kështu manjak. Ka, disa janë në ekstremin e mirë, le të themi, disa tjerë janë në ekstremin e keq, ku nëse ti bën një kritik verës së vet, ai të kthehet në mënyrë arrogante, shumë kjo s'është kështu si nuk është si thua ti. Më ka ndodhur shpesh herë. Jam në situatë që të ftojnë për kantina për të bërë degustim apo s'e kanë për çejf? Zakonisht kantinat i bëjnë vetë degustimet, se normalisht mbledhin shokët, fisin aty dhe degustojnë. Jo, po flasim edhe për turistat, kantinat në Shqipëri janë biznese familjare. Dakor. Dhe normalisht dikush duhet merret me pjesën e degustimit, ata normalisht dinë më mirë si kanë bërë procesin e vinifikimit, me të gjitha proceset që ndjekin. Më kanë ftuar edhe për bërë degustime në kantina. Jo shpesh, po dhe unë nuk jam shumë i gatshëm gjithkohës, pasi kam edhe angazhime të tjera. Kam patur edhe prezantime kantina shtuaje në Shqipëri, nga Italia, nga Franca, të ndryshme. Edhe është diçka shumë e bukur, kur i shpjegon një tregu të ri, ose edhe midis miqish, le të thjesht, nuk është probleme, shoh që gjithmonë të shohin me kurreshti. Pavarësisht se mund të jetë degustimi i tyre i tretë, i katërt. Kjo është e bukur e verës që ti ke bërë një degustim të një vere caktuar, pas një javë bën të një vere tjetër dhe normal nuk do të jetë një atë fjalë që do thuhen, do jetë diçka komplet ndryshe, se çdo vere është unike. Erdi, unë të falenderoj shumë për këto që na the. Jo se ti nuk i thua dhe në televizionet e tjera, por këtu ishim ndryshe, ishim ulur, zakonisht i bëm prezantimet në këmbë, ulur në kokër të qejfit ne. Na dëgjojnë dhe ata zotërinjtë dhe zonjat atje. Të uroj mbarësi, suksese, jetë gjatë, beqarje. Akoma beqar. Kur të martohesh, të bësh prokopi dhe të gjërat të vjen ashtu siç ti do, nëse do të dëshirosh, por suksese në punën që ti bën. Gëzuar dhe vitëri. Miq, këtu po e mbyllim këtë podcast me Irdin, duke u takuar në podcastet e tjera. Mirupafshim.